Këshilli i Komunës së Kërçovës ka miratuar themelimin e një ndërmarrje të re publike për planifikim, projektim, mbikëqyrje dhe revizion, e cila do të mbajë emrin Kiçevo Projekt. Vendimi është miratuar me 12 vota pro, 5 kundër dhe 1 të përmbajtur. Gjatë prezantimit për themelimin e kësaj ndërmarrje, sekretarja e Komunës së Kërçovës Aneta Anasteska theksoi se ndërmarrja e re pritet të rrisë efikasitetin në realizimin e projekteve komunale dhe të jetë drejt për drejt në shërbim të qytetarëve. Сметавме дека основање на вакво јавно предпријатие, кое што ќе може сите тие проекти и планирања, надзор, ревизија и се она што согласно законот за јавните предпријатија ќе може да го работи ова предпријатие, сметавме дека е многу поисплатливо, целисходно и попрактично за работа на самата општина, така и на јавното предпријатие. Затоа ја имате оваа точка и сигурно ја разгледавте. Megjithatë, themelimi i kësaj ndërmarrje është kundërshtuar nga këshilltarët e AKI-s, të cilët theksuan se kjo ndërmarrje do të paraqesë barë financiare shtesë për buxhetin komunal. Ata patën edhe vretje për emrin e kësaj ndërmarrje, pasi sipas tyre nuk është gjithë përfshirëse. Unë personalisht e kundërshtoj këtë vendim për themelimin e ndërmarrjes publike për planifikim, për projektim dhe mbikëqyrje, sepse konsideroj se nuk ka nevojë reale për krijimin e një subjekti të ri juridik. Komuna tashmë ka kapacitet administrativ, jo që ka të vosuar, po është e mbingarkuar me punësime, dhe kur është e nevojshme, mund të angazhohet edhe një kompani të licencuara përmes procedurave të prokurimit publik, pa krijuar një ndërmarrje të re, siç theksuam ne, që mund ta ndëmtojmë hala buxhetin e komunës me paga për drejtor, me borde drejtuese, mbikëqyrëse, administrat dhe shpenzime operative tjera. Posaçërisht edhe këta të vlenit, duke pas parasysh se emrohet me emër Kiçevo Projekt, që nuk përfaqëson domethënë qytetin tonë multietnik. Ne si koalicion AKI kategorikisht jemi kundër këtij themelimi të kësaj ndërmarrje publike. Prandaj, për arsyet e parapërmendura, konsiderojmë se themelimi i ndërmarrjes publike për planifikim, projektim dhe mbikëqyrje nuk është në interes më të mirë financiar dhe administrativ të komunës tonë. Këshilltari i LSDM-s e arsyetoi themelimin e ndërmarrjes duke theksuar rëndësinë e krijimit të kapaciteteve të brendshme profesionale. Сето тоа, мислам дека ја оправдува ова намера да се формира вакво градежно, уствари вакво јавно предпријатие. Во смисла финансиско улеснување на општината, како што кажете 5-10 луѓе да работат во тоа јавно предпријатие, не знам каква е замислата. Сигурно самото предпријатие, самите вработени како фирма и како предпријатие ќе ги оправдаат своите уствари трошковите што настануваат, околу нивното вработување, плати и така. Nga AKI gjithashtu shprehën shqetësimin se krijimi i një ndërmarrje të tillë publike mund të ndikojë negativisht në treg, duke e cilësuar atë si deformim të konkurrencës dhe pengesë për sektorin privat. Unë mendoj se ky koncepti për themelimin e ndërmarrjes është gabim, se çdo gjë që ju shkruani letër nga ana financiare, kur e shikoni, ajo ka një farë llogarie. Çfarë ndodh nesër? Hajde të kryejmë edhe një ndërmarrje për transport. Edhe aty kemi ne shkolla, kufan, tender të transportit. Ta kryejmë komuna ta krejë transportit. Nesër hajtë kryejmë edhe një ndërmarrje për ndërtim, se komuna ka tendera dhe merret edhe me ndërtim. Ta bëmë edhe atë ndërmarrje. Dhe ku na çon kjo rrugë neve? Kjo rrugë na kthen në sistemin ish jugosllav, ku çdo gjë ishte monopol. Dhe sektori privat mendoi se këtu rëndohet shumë. Prandaj unë nuk jam për ta themeluar një ndërmarrje për fytyrë, mjaftojnë arkitektët, një nga ato jeni dhe ju, mjaftoni për Kërçovën edhe ma shumë nuk ka nevojë.